Ky është El Clasico I pari basketbollit kosovar për si vjet. Sigal Prishtina dhe Trepça, dy rivalët e përhershëm dhe më të mëdhenj të basketbollit ton po përballen këtu në palestrën e Rizë dhe Sporteve në Prishtinë për herë të parë këtë edicion. Adhurues basketbollit kudo qeni në këto qaste në Kosovë, Shqipëri, trojet tona etnike, Evropa po Amerikë, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Mirë se po vazhdoni të qëndroni me Art Motion Andresën, numër 1 të sportit në Shqiptari, ku radhën e ka edhe një spektakël dhe feste basketbollit dhe sonte me ju jam unë Agon Fehmiu. Është kjo përballje dy skuadrave më të trofeshme në historitë basketbollit ton pavarur nga viti 91-92, Sigal Prishtina me rrumbulla 40 trofe dhe Trepça e cila po përjeton periudhën e rilindjes në këto 4 edicionet e fundit dhe tashmë ka 19 trofe në këto 4 vitet e fundit. Mitrovicasit kanë fituar 10 trofe dhe me total prej 19 sukseseve, trofeve, kupave janë skuadra e dytë më e suksesshme gjitha kohëve. Dy rivalët e përhershëm së fundi u takuan si vjet në serin gjysmë finale të play-offit, ku Mitrovicasit triumfuan me 3-1 në seri për të kualifikuar në finale, ku më pas unë poshtën edhe Bashkimin dhe u shpallën kampion për herë të 2 tresht edhe për herë të 6 në total në basketbollin e pavarur kosovar. Shumë beteja, derbi të mëdhenj, finale zjarta dhe rivalitet fantastik me një fjalë shumë historik ka midis dy rivalëve të përhershëm të El Clasico Sigal Prishtinës dhe Trepçës. Vitin e kaluar këto dy ekipe e ringjallën rivalitetin e dikurshëm duke shfaqur përballje fenomenale. Nga edicioni I kaluar I kisha veçuar 3 ndeshje që e karakterizuan rivalitetin midis bardhë kaltërve dhe të gjelbërve. Momenti I parë ishte fitoria e Prishtinasve në start edicionit kalum, kur me 6 tetor 2024 Sigal Prishtina triumfoi në palestrën minatori ndaj Trepçës, e cila ishte kampione dhe favorite në ndeshje,
duke ndërprer dominimin më të gjatë të Trepçës në histori të përballjeve direkte mes tyre këtyre skuadrave, pra me 13 ndeshje të fituara rresht, mes tyre 3 gjysmëfinale dhe 2 finale, pra para fitores së 6 tetorit 2024, Prishtina si të fitorën e fundit e kishën shënuar në gjysmëfinalen e 3 të play-offit 2022-23 me 20 prill të 2023-s me rezultat 87-71 dhe nga ajo ndeshje kishin pësuar 13 herë. Dhe me atë fitore të Prishtinës edicionin e kaluar u ndez rivaliteti i përhershëm i cili vazhdoi me gjysmëfinalet e kupës, ku e veçojnë duelin e parë në Prishtinë me 15 janar të këtij viti, i cili solli spektakël basketbolli. Në palestrën 1 tetori u zhvillua ajo ndeshje. Sigal Prishtina ja shkaktoi Trepçës një nga çerekët më të dobët në histori, duke mbyllur 10 minutën e parë me rezultat 25-3. Pra ishte vetëm ajo treshja Drilon Hajrizit, 3 pikëshi i vetëm i 3 pikëve të Trepçës në atë duel. Megjithatë, edhe pse Prishtina kishte plus 24, Mitrovica si tu rikthye në mënyrë senzacionale dhe në fund parazuan rezultatin 65-65. Megjithatë në fund Prishtina fitoi me rezultat minimal plus 2, 67-65. Minus ky i cili nuk paraqiti të lashë për Trepçën, e cila revanshin e fitoi me rezultat 84-66, u kvalifikuar në finalen e 4-3 të Kupës së Kosovës, që më pas e fitoi ndaj Bashkimit për të ngritur trofeun e 4 me radhë të Kupës së Kosovës. Ta dëgjojmë edhe intonimin e hymnit të flamurit. Dhe së fundmi ishin përsëri gjysmëfinalet kësaj radhe ato të play-offit, ku dy rivalet e përhershëm u ndeshën përsëri dhe Mitrovica si të fituan 3-1. Por përballjet ishin shumë të ngushta dhe të nxehta, edhe se Trepça e filloi gjysmëfinalen me fitore të lehtë edhe 65 minatorin, ndërkohë ndeshja e dytë në kryeqytet dhuroi dramë spektakël ku deshën vazhdimet për të përcaktuar fituesi, edhe pse Trepça pati në start plus 14 pikë, Prishtina arriti që ta përmbyll pjesën e parë me plus 5. Drama vazhdoi edhe në pjesën e dytë, tek edhe Koton 11 sekonda para se të përmbyllej gjysmëfinalja e dytë, barazoi rezultatin në 1-1, ndërsa në vazhdime Prishtina si të ishin më të mirë dhe barazuan serinë në 1-1. Dueli tret në Minatori sërish ishte i ngushtë, Trepça arriti ta kontrollon dhe avancoi me 2-1 në seri. Edhe me 30 prill në Pokët e Palestër ishim dëshmitar të edhe një drame fantastike të basketbollit midis këtyre dy skuadrave. Trepça e nisi më mirë atë takim, e mbylli me 11 pikë, Prishtina arriti që ta barazon rezultatin, Trepça në çerekun e 8 shkoi në plus 12, ndërsa Prishtina me një seri prej 16-6 në fund arriti të afron rezultatin 82-80, kur kishin mbetur edhe 22 sekonda lojë. Mirë po në çastet vendimtare Drilon Hajrizi ishte i vëmendshëm dhe qëlloi dy gjuajtjet e lira për rezultatin final 84-80 për të kaluar në finale, ku Mitrovica si pas një serie fenomenale përsëri me Bashkimin triumfuan dhe u shpallën kampion për herë të 2-3. Pra në total vitin e kaluar dhe takime secila fitoi nga 5 herë, mirë po Trepça i fitoi ato të cilat ishin më të rëndësishme dhe me vendimtaret ato gjysmëfinalet, të cilat ja hapën rrugën drejt finaleve dhe 2 trofeve të fundit, të 18-it dhe të 19-it. Sonte pra është ky dueli i parë, El Clasico për si vjet, po e shohim Lekëndrejën shpejt aty me Burnsin. Lekëndrejën në tentimin e tij të parë për 3 pikë nuk realizon, lufton atje Kramer, po i vëmendshëm. Kosh ishte Chad Browni, i cili është kthyer nga lëndimi, i ka munguar shumë Chad Brown ekipit. Kramer, giganti 213 cm, më i larti në kërcim. Bukur atje, depërton nga ana e kundërt, Amzili
E blokon Bejlin, kundër sulmi shpejt, Pushiqi, shpejt atje për Chad Brownin. Lek Andreaj, personalja e pare Danielit, luftëtarit shkodron. Duhet të pastrohet parketi atje. Kërkon referi kryesor Gjelal Momini, son të udheq këte duel, mendimësit Artan Gashin dhe Drem Pudarolin. Në ekranet e juja, Eric Williams, i porsa ardhurit e Prishtina, dhe Bardi Strefi, e pat atje, në publik ishte edhe baba i ti aktori njohur Shkumiri Strefi, cili ka ardhur për ta përcjell djalin e tij, të shohim nëse Kakiusi sonte do ta inkuadrojë në lojë. Chad Brown në tentimin e tij të parë nuk realizon. Chad Brown ka një efikasitet të ulët nga vija gjuajtjeve të lira si vjet, vetëm 37%. Sonte realizon pikën e parë në El Klassikon e parë si vjet, 1-0 për Trepçën. Burns për Kramerin. Pivoti Kramerit kërkon atje kujt mja pasu, Burns. Lek Andreaj e bën blokun atje, tentimi Bailey, i cili realizon treshën. Adrio Bailey është një prej ekzekutuesve më të mirë të treshëve të Prishtinasit, me 8 treshe deri tash, përqindje prej 40% të efikasitetit. Efikasiteti lartë amzill me Brownin, shkon atje poshtë në sa bukur atje. Chad Brown asiston dhe Tuna rezultatin e barazon. Azemi. Janë shumë statik lojtarët e Prishtinës. Nuk këtu se nuk janë duke ditur se çka po luajnë në këto qaste. Kramer, bukur atje. Deportoj mirë, po nuk realizoj luftat jam zili me Lek Andreaj. Tenton dhe treshën e parë sonte, apo jo, është dyshe, e ka shkelur vin Pushiqi, tregon referi Gashi, mu duk se ishte për 3 pik, po jo, e ka shkelur vin 3-5. Javën ashme të djelin ashme në orën 18. Kosova do të ndeshët me Shqiprin në Shkodër në duelin e parë para kualifikues për Eurobasketin 2029. Lek Andreaj javën ashme do të luaj kundër bashkëlojtarëve të tij. Në fakt, jo, ja aty po e shohim Andin Rashicën, ndihmës trajnerin e përfaqësuesës së Kosovës, i cili është ndihmës trajner në Büyük Çekmece, në elitën e basketbollit turk. Ka ardhur për të ndihmuar Bujar Locin, selektorin e posa emruar, i cili e zaventsoi, e ka shkelur vin atje Chad Brown e shtyen Tunën. Loci e zaventsoi selektorin e shkarkuar Sholle. Bailey atje për Kramerin, blok i mirë për Arjan Azemin, tenton nuk realizon, i fundit për sëri Luan Tuna. 2 topa të cilët nuk parin që ti marrin lojtarët e Trepçës. Foul i batën Tunës. Po e shohim trajneri më i suksesshëm i dekadës së fundit dhe i dyti më i suksesshëm në historitë basketbollit të pavarur, Radis Beqiragiqi, po përballët sonte me Mihajlis Kakiusisin, i cili si lojtar ka qenë dukshëm më i suksesshëm. Uffa! Çfarë treshe atje! Edhe një bomb
Nga distanca në fakt është kjo treshja e parë, pasi ajo pak më herët ishte vije shkelur. 5-8, Burns shpejt lëviz topi, Azemi mbi tenton dhe realizon mbi Paynein. Përgjigjet në treshe, me treshe për parazim rezultati. Bëhet gati për të inkuadruar në lojë Trilion Hajrizi, shtylla e suksesit të Mitrovicasve në këto 5 vitet e fundit, pa dyshim. Me kthimin e tij dhe me kryesin e re, u kthyen edhe sukseset e Mitrovicasit. Chad Brown atje me përmirësim, kërcim dhe përmirësim. Deri në fund shkon atje, nuk shanon, pengohet nga Tmushiqi. Payne shpejt lëviz topi, edhe njëherë Tmushiqi vendos të depërton. Ja të rën atje Kramer, i cili lufton, por është ndalur në mënyrë të palijuar Chad Brown. Intensitet i shpejt për mrekulli atje. Kramer e përcolli Mikailën. Shpresojmë që Mikailë javën ashme të jetë në formë në ndeshjen e parë kualifikuese kundër Shqipërisë. Po vjen kesh me thonë kundër Shqipërisë, por çka me bo sporti është ky. Dhe shortje deshi që dy shtetet tona të ndeshen para kualifikime. Nga 3 grupet, lideri shkon direkt dhe vendi dytë më i mirë do të plasohet. Emir Asmirës është që në këte grup ku jemi edhe me Slovakët t'i fitojmë të gjitha ndeshjet edhe të ecim tutje. Mos të kalkulojmë fare. E kemi rastin e mirë. Bailey atje mbi Amzilin, tenton, nuk realizon. Chad Brown më i larti në kërcim. Payne, Azemi është pranë tij. Prishtina po thuaja komplet skuadër e re në dallim me ndeshjen e funit e 30 prillit. Tmushiqi tenton, nuk realizon. E njeh mirë këtë palestër, ishte pjesë e historisë në edicionin 2018-19, kur Sigal Prishtina e fitoi titullin duke përfunduar kampionatin me 28 fitore pa humbje dhe 36 fitore në total edhe në play-off, me vetëm një humbje nga Rahoveci, dhe ai suksesi historik në garat ndërkombëtare të basketbollit kosovar, kualifikimi në top 16, ku u eliminua në tetën e finales nga 5 herë kampionja e Evropës, skuadra italiane Varese. Në udhëheqjen e Damir Mulla Omerovićit, tentim për 3 pik, Gjakori, Payne bombardon për 8-15. Një seri prej 7-0 e Trepçës në këto qaste. Folli Trilonit. Kërkon atje referi Gjelal Mumini nga DeAndre Burns që ta fut fanelën në shorce. Azemi kërkon pick and roll. Kramer dhe për sa bukur atje e kthejte Bailey, aksion i bukur. Bukur i ndërtuar dhe përgjigja në treshe parës me treshe 11-15. Deri tash Trepça ka realizuar 2-3 pikë, shamfalni. Një Payne dhe një Tmushiqi, tentim atje, bukur. Edhe një herë për 11-17. Do të kemi ndrim të 2 fisht atje. Lekëndreaj e nxerrte Bailey. Deporton Bailey. Amzili mbrojtje mirë. Lekëndreaj tenton t'ja vjedh Brownit topin. Sa bukur atje. Edhe pse i ka 208 cm Mustafa Amzili. E keni pa se çfarë aftësie dribluese i arzakonshëm në stil të playmakerit. Ja, për herë të parë sonte tek Prishtinasit e kemi Eric Williamson me numër 50. Largohet Kramer dhe Azemi.
Dërsa në loj për herë të parë Eric Williams dhe Kakruki, Valmir Kakruki, një peshë më e gjatë. Nuk e dim se çka është në pyetje dhe pse është ndalur loja. Si duket për t'u dhënë rretja, po me të vërtet nuk e kuptova zhurmë e madhe dhe nuk e kuptuam se çka ndodhi. Sidoqoftë loja vazhdoi. Arslanagic është në lojë për herë të parë. Trilon Ajrizi me lëvizjen e tij mashtruese dhe realizon për 11-19 është kjo e përsia më e lartë. Tani kemi një seri prej 11-3 pas atij rezultati të barabartë prej 8-8. Burns, Arslanagic është pranë tij, Williams, transferi i ri. Edhe një herë tenton, e përmirëson dhe i shënon pikët e para Eric Williams. 13-19. Pick and roll atje Mustafa Amzili dhe përton por Payne i ngadalshëm me këmbë atje luajti Eric Williams. Në brendi për mrekulli atje e pengon kapitin Kakruki. 13-19, Bailey me Amzilin. Luaj 1-1 dhe faul në sulm nga Adrio Bailey. Vendosje e mire Amzilit. S'ka dyshim, këtu ishte personali në sulm me Adrio Bailey. Adrio Bailey është lojtari kryesor, lojtari më i mirë i Prishtinës me mesatare prej 19 pikëve dhe 4 kërcimeve. Amzil, Arslanagic atje. Amzili në stil të playmakerit po organizon sulmin, ndërsa Arslanagici depërton dhe realizon për 13-21. Më pak se 2 minuta loj në qerekun e parë. Bailey, ajajajajajajaj, fluturon dhe koshin e shmënton për 15-21. Asistimi bukur për Bailey, i cili me ngulite realizon pikën e tij të 10. 10 nga 15 pikët e Prishtinës i realizon Bailey. E ka shkelur vin atje DeAndre Burns, edhe një herë asistim fantastik i lekën drejt dhe qfar fluturimi atje, ngulitje e bukur i hap kratë si shqiponi atje Bailey. Afro rezultati në 15-21. Veshje fenomenali. Ja, këtu të mushishim me Peshiragicin. Kërkon shut atje nga distanca dhe e ndëgjon Payne dhe e realizon treshën. Ju ndoshta nuk e ndëgjuat këtu, po e shini të mushishin me Peshiragicin. Tha shut dhe e ndëgjoj trajnerin e tij. Payne e lansoj dhe realizoj pikën e 10. 2 treshët të Payne-it. Mbrojtje e mirë. Williams mbulohet nga kapiti Arslanagic. Payne edhe një herë tenton, nuk realizon. Mbyllje e mire Kakrukit. Burns për ballë ka Payne-in. Tani me 2 playmakera të shpejt, Arslanagic dhe Payne-in po luan Adisi. 15-24 është kjo e përsia më e lartë.
3-3 nga 5 tentime I ka Trepqa. Gjakuri Payne fenomenal nga 3 tentime, 2-3 piksha, 10 pik të Gjakuri Payne-it. 10 vik I ka edhe Adrio Bailey, I cili është 100% I sakt. Çka do që ka gjujt për 3 pik ka realizu. 2-3 e ti, fantastik. 10 nga 15 pikët e Prishtinës në qerekun e parë erdhën nga Bailey. Arslan Agishi depërton atje shpejt e kthen topin. Hajrizi me tabel nuk realizon ka Kruki për Williamsin dhe ka bon atje bot nervoz në ka Krukin. Ka Kjusi si thot Kupoja pason topin atje, shko për para dhe gjuj në kosh. Trilon Hajrizi largohet në loj Amzili. Arslan Agishi për pak sa nuk realizoj në 100-ën e fundit. Edhe qereku I parë mbyllet me rezultat 15-24. Një qerek I parë në të cilën sa I përket kërcimeve dhe sa I përket asistimeve të dyja skuadrat kanë qenë të niveluara, 10-9 në kërcime për Trepshën, 5-5 në asistime. Mirë po, ajo ku pas I kemi marketing, shkojmë me një blok të marketingut. A e din qa, kom vendosur me ndru tekstin kongës. Marketing. Kusht ka thonë ty m'bank me shku, ka gabu, hape llogarin ti këtu, ngam ti mu. Hape llogarin në bankën ProCredit 100% online me nënshkrim digital dhe zgjat pakën që të përshtatet ty. O heq breski nevoj për këtë punë bankë me shku? Ngam ti mu. Banka ProCredit. Ngoti yllin. Siguroje jetën në Illyria Life. Pra, 9 pik dallim 24 me 15 pas qereku të parë. Trepqa këtë e përsi e ka krijuar duke I falenderuar saktësisë për 2 pik, 60%, 6 nga 10 tentimet, ndërsa Sigar Prishtina ishte më e dobët 11 me 3, pra vetëm 27% e efikasitetit nga tentimet për 2 pik, sidomos pra vendosën ato kundër sulmet, shënimi pikve nga kundër sulmet 6-2, dhe konkretizimi I pikve, realizimi I pikve pas topave të humbur të Prishtinës, po ishini edhe pikat nga të cilat skuadrat kanë realizuar, pra të dyja ekipet, kosha shënuesit më të mirë I kanë nga 10 pik, pra është Adrio Bailey, tek Sigar Prishtina, 10 nga 15 pikët e Prishtinës, në anën tjetër Gjakuri Payne, po ashtu 10 pik të dytë I kanë nga 2 treshet të realizuara, një ndeshje e mire tyre. Chad Brown është kthyer në lojë. Mikajlet Mushic për Amzilin. Me të vërtet shumë I lëvizshëm është Amzili dhe realizon për e përsinë e parë 2 shifrore sonte, 15 me 26. Burns është pranë të Mushicit. Azemi në tentimin e tij të parë nuk shënon, por Eric Williams personalja e parë e Williamsit, alja 198 cm,
cili edhe nga Qipro, nga Keravnos, ish skuadra e Mihajlis Kakiusisit, e një ish lojtari Kakiusisit është Williams. Mushici tenton për 3 pik, nuk realizon. Personale e Arslan Agishit. Ashtë edhe parës Mihajlis Kakiusis si lojtar ka qenë dukshëm më i suksesshëm se Beqir Agishi. Njëherë kampion i Evropës me Greqin 2005 në Eurobasket dhe nën kampion bote 2006. Mirë po, Adis Beqir Agishi me të vërtet duhet të kësojmë se është një mjeshtër i vërtet, ka 10 trofe në Kosovë nga viti 2020 kur e fitoi kupën e parë me Pejën para asaj mbyllje të botës me Covid, e me të kthyer e fitoi edhe nën kupa tjera. Tentimi Williamsit për 3 pik i pa suksesshëm, Amzili kundër sulmi shpejt për Drilon Hajrizin, i cili tepërton realizon për 15 me 28. Është kjo e përsia më e lartë deri tash prej 13 pikëve. Burns realizon pikët e para për Prishtinasit në këtë qerek. DeAndre Burns, pikët e para të tij në përgjithësi pas 4 huqeve në të pastën, arrin të realizon Chet Brown pick and roll. Arslan Agish shpejt lëviz topi, Driloni e shet Mushicin atje në kënd, asiston për te, edhe 17 me 31. Është kjo treshja e dytë e Mikajlit Mushicit, 8 pikë të tij, koshashënuesi më i mirë. Te Trepqa është Gjakuri Payne me 10. Në anën tjetër, përveç Adrio Bellit, i cili ka 10 pikë dhe u dallua të tjerët të heshtur. Thash që javën ardhshme të dielën me 39 tonë në paljestrën Qazim Dervishi në Shkodër, Kosova do t'jetë mysafire Shqipërisë në para kualifikimet për FIBA Eurobasket 2029. Ditë më parë, FBK e bëri të ditur se përgjithësi Kosovës për atë ndeshje do t'jetë Buja Loci, ndihmuar nga Petri Zeqiri dhe Andin Rashica, të cilin e pam këtu në publik dhe i cili po vjen nga elita e basketbollit turk. Petriti sonte është në cilësinë e ndihmës trajnerit Adis Beqir Agiqit, ndërsa sa i përket Bujarit, Buja Locit, ai mbrëm regjistroi edhe fitoren e tretë në këtë edicion, duke mposhtur Golden Eagle Lyllin në derbin e komshinëve. Dion Haxhosaj për herë të parë në parket sonte, një prej lojtarëve të cilët meritojnë shumë më tepër minutazh dhe besim nga trajneri Kakiusis, por ai po vendos për lojtarët e huaj. Adrio Bailey me treshën e tij, përgjigjet në treshën e Mushicit pak më herët, 20 me 31. Treshja e tretë e Adrio Bailey 100% efikas, 3-3 për treshe, 13 pikë të tij Arslan Agiqi depërton, nuk realizon, dhe atje pikërisht Bailey faulin e shkakton, e ndal në mënyrë të palijuar Chet Brownin. Edhe njerë Arslan Agiqi depërtoi, e pengoi atje Dioni Haxhosaj, por Chet Brown me kërcim në sulm e përmirësoi, u ndal në mënyrë të palijuar. Pikërisht nga Bailey, realizon gjuajtjen e lirë. 2 personale i ka Bailey në ekranet e juaja. Realizon edhe 20 me 33, 13 pik e përsi, dërsa po zhvillohet minuta e 13 e El Clasico support të basketbollit kosovar si vjet. Williams, aloja ish lojtari Keravnosit, thash ish lojtari Kakiusisit në Qipro. Realizim atje për 22 me 33. 11 pik plus për Trepqen. Arslan Agiqi përballë ka Azemin, kërkon pick and roll nga Chet Brown, të dy fisht, sa bukur e bën atje Chet Brown, eshe të Mushicin, i cili e nxen këtë top.
Çfarë pozite, ufa. Nuk realizon Williams më i larti në kërcim. Nga një pozite vështira atje Mikaele tentoj. Në thellësi atje Bailey. Në sandwich mes të Mushicit dhe Chet Brownit realizon për 24-33. Një miniseri e shpejt. Pika e 15 e Baileyt. Në anën tjetër, si mbashjet Babës, Arslan Agishi depërton shetitet dhe realizon për 24-35 rikthjen e përsin. 2 shifrore, Bailey 17 pik, Payne 10, pra 7 pik të realizuara të Adrio Baileyt. Chet Brown lufton atje, Amzili do të angullit për 24-37. Fantastik është sonte Mustafa Amzili, shumë kush ka dyshuar në kualitetet e tij, po mos harroni. Ishte në 15-shën e Finlandës para Eurobasketit dhe vetëm me vendimin e fundit të selektorit u largua. Dhe humbi rastin që të bëhet pjesë e historisë me finlandezët, të cilët u renditën të 4-tit në Eurobasket. Sa bukur Trilon Hajrizi atje, e mashtron, e dërgon në hava atje Erik Williamsin. Lart për të realizuar treshën e tij për 24-40. Është kjo e përsia më e lartë prej 16 pikve. Pika e 7 e Drilonit, tentimi ti par për 3 pik, treshja e par, 50% efikasitetit nga vija gjuajtjeve të lira për skuadrën e Trepqës. 5 treshe nga 10 tentime, ja po e shihni, në anën tjetër për 3 pik duhet të jetë 15 të Trepqa. Në kërcime një dominim i lehtë i Mitrovicasve, por ajo që po e vrejmë është numri i pikve, pra po e shihni rezervistët e Trepqës 11 pik dhe ata të Prishtinës vetëm 2, sidomos pra është kundër sulmi i shpejt i Trepqës, ai i cili po e dikton tepin dhe po e shihni edhe numrin e 2 pikshave në brendi, 10-16, 10 2 piksha të realizuar nga skuadra e Trepqës, 6 e Sigal Prishtinës. Deri tash asnjë gjuajtje e lirë Prishtinase, të cilët nuk po kanë gjatësi për të përballuar me Chet Brownin dhe Mustafa Amzilin. Edhe me Dardan Kapitin, Don Poloshka për herë të parë sonte, edhe Doni është prej atyre lojtarëve të cilët e meritojnë që të luajnë shumë më tepër. Sa herë që po luan Don Poloshka me Prishtinën dhe po starton ashtu si duhet, Prishtina si shkon mirë, dhe mbajtja e tij në bank. Bukur atje, aj. Herën e parë e pengon Dioni, herën e dytë Chet Brown nga prapa e ngulit, e përmirëson me kërcim në sulm për 24-42 shifra të kthyer mrapsht për 18 pik plus. 2 gjuajtje të lira do t'i ketë Williams. 18 plus është e përsia më e lartë deri tash e Trepqës. Kakiusis nuk po ka zgjidhje për taktikën dhe lojën të cilën po e luan Adis Beshiragishi, njeriu i cili arriti suksesin historik edhe me Bosnjë Hercegovinën në Eurobasket si vjet duke i plasuar në fazën e dytë eliminatore. Në Kosovë erdhi 2020 me Pejën në një ndeshje fitoi kupën kundër Yllit në atë finale në Rahovec. E më pas i fitoi edhe 9 tjera, 4 me Yllin dhe 5 me Trepqën.
Tentimi Arslan Agishit atje, Amzili e shpëton këtë top për pak, jo, nuk e shpëton. Topi përfundon te Bailey, cili edhe pse loja ishte ndalur, e lanson dhe e dërgon topin te vendi. 3-3 është për 3 pika Adrio Bailey, fantastik. Arslan Agishi atje kritikohet pak nga Adis Beqiragici dhe jep këshilla. Një stil krejt tjetër i Adis Beqiragici, udhëheqës së ekipit, si vjet shumë më i qetë, shumë më i relaksuar. Vazhdimisht po bisedon dhe po i këshillon lojtarët e tij. Azemi tenton, nuk realizon. Williams lufton me Kramerin, por topi përfundon te Payne. 3-45 deri në fund të pjesës së parë, plus 16 për Trepshën. Amzil, kemi një mismatch atje, Amzil dhe Doni, so bukur atje, ingrit në havo, Kramerin, Drilon Hajrizi, për të rikthyer e përsim prej 18 pikëve. Shumë statik janë lojtarët Prishtinas, kërkon pick and roll Don Poloshka. Edhe 4 sekonda, Bailey nga një pozitë e vështirë, tenton, nuk realizon. Largohet Williams në lojë, kthehet Burns. Shumë statik janë lojtarët e Prishtinës, nuk ka qarkullim të topit. Daniel Lekëndrea është i pakënaqur atje me mos përfshirjen në lojë. Mushiqi e jep dorën Burnsit, shkaktoi faul ndaj tij. Kisha duke shikuar këtu edhe bankën në rezervë të Prishtinasve. Në vinë e gjuajtjeve të Ylmira DeAndre Burns, për herë të parë sonte, herën e parë realizon, pika e tij e 5 për 27 me 44. 2 minuta 44 sekonda deri në fund, një dominim absolut i mysafirëve. Herën e dytë nuk realizon Burns, Payne kundër sulmi shpejt atje. Megjithatë e kthehen Prishtinasit. Pick and roll me Chad Brownin. Lëvizje shumë e mirë e skuadrës së Trepçës, vazhdimisht po e shihni Gjakuri Payne i vetmuar, është Drilon Hajrizi. Payne vendos që të 3 lojtarë ishin të vetmuar të Trepça dhe ishin në pozitë për të gjuajtur pas këtyre lëvizjeve, bllokave dhe hapjeve pas pick and rollit. 27 me 46, 19 pike përsi. Tenton Burns të përgjigjet, nuk arrin. Personale e DeAndre Burnsit ndaj Gjakuri Payne'it. Përsëri e përsia maksimale prej 19 pikëve. Daniel Lekëndreaj inkuadrohet në lojë. Ky inkuadrim i Don Poloshkës në këtë mënyrë shumë i çuditshëm nga trajneri Kakiusis. Edhe i Dion Haxhosajt, me të vërtet Dioni dhe Doni meritojnë shumë më tepër minuta në lojë me kontributin të cilin e japin. Poloshka është asistuesi më i mirë i skuadrës, së bashku me Lam Botrin, i cili po mungon sonte, është i lënduar.
Mungesa atje dhe po vrehet. 12 pike, 5 asistime të ti mungojnë. Otri dhe Poloshka janë asistuesit më të mirë dhe tani po shkojnë me Chris Cross, 8 po lëviz. E kur lëviz edhe krijon edhe lojtarin e lirë dhe vjen deri te situata e lirë, te lojtari krimi, lojtarit të lirë dhe situata për të lancuar për 3 pikë, gjë të cilën e bëri dhe e afro rezultatin në 30-46 kur ka mbetur saktësisht edhe 90 sekonda loja Payne pak më herët. Ishte situata kur DeAndre Burns e kishte të Mushiqin, po edhe në krah atje e kishte edhe Drilon Hajrizin. E kjo ishte situata kur pas lëvizjeve Lek Andrea e gjeti të vetmuar DeAndre Burnsin, i cili lansoi për 3 pikë. Është kjo treshja ati e parë. 8 pikë të DeAndre Burnsit. 15 mbeti Adrio Bailey. Gjysmën e pikëve të Adrio Bailey i ka shënuar gjysmën e pikëve të Prishtinës e ka realizuar Adrio Bailey. Mikajlet Mushiqin shkon atje dhe i thot lene Maleo mu ka opa rëshet atje Drilon Hajrizi dhe rëzot e humb të top. Ja, Adis Beqiragishi të regon Gjakori Peni se qka duhet të bë. Adrus të basketbolit e kemi një situatë ku plisat dhe publiku është duke protestuar ndaj kryesis me ofendime dhe me protesta, kërkon largimin e kryesis aktuale. Prandaj edhe parës përdorimi megafonit dhe i sirenave në palestër ishte arsyeja pse ishte ndalur loja, ma bëjnë me dije. Mbrojtje Burnsit. Atje vetëm për shkurt e Gjakori Payne, 50 sekondat e fundit. Payne me Chad Brownin. Lek Andrea është pranë Brownit. Gjakori Payne nga një pozitë e vështirë tenton. Chad Brown lufton. Topin e fundit e prek Lek Andrea. Nuk ka top të humbur për Brownin. Lojtari i cili luan me double mesatare. Fuqia kryesore nën kosh e Trepqës. Chad Brown në këto 7 gjiro, 4 i ka luajtur, 2 ndeshje ishte i lënduar Chad Brown. Ka një mesatare prej 18 presje 5 pikëve dhe 10 kërcimeve. Time out ka kërkuar trajneri Adis Beqiragishi. Kanë mbetur edhe 40 sekonda deri në fund. Adis Beqiragishi thash me 11 trofet e ti është trajneri i dytë më i suksesshëm në histori të basketbollit ton të pavarur pas Arben Krasniqit që ka 15 trofe. Gana tjetër pra sonte trajneri Prishtinas Mihajlis Kakiuzis, i cili si lojtar thash ka qenë i padiskutueshëm, ka një titull kampionit Evropës me Greqin nga Eurobasketi 2005, nën kampion bote në botrorin Japonia 2006, dërsa si trajner ka filluar karierën para 7 viteve. Dhe në 3 edicionet e fundit, sa e ka udhëhequr skuadrën nga Qipro Keravnosin, ka fituar 6 trofe, 2 tituj kampioni, 2 kupa dhe 2 superkupa, para se të vinte në Kosovë të Sigal Prishtina. Si do të jetë kjo përballje e parë midis këtyre dy strategëve mbetet të shihet. Beqiragishi ka filluar shumë. Ai. Çka bëri Driloni, si e lansoi dhe Chad Brown koshin e çmontoi për 30-48.
Çfarë aksioni fantastik atje. Në thellësi Triloni shumë asistimi mençur për Chad Brownin. Lek Andreaj lufton për Bailin. I asiston edhe njerë për 32-48. Sekondat e fundit, 10 sekondat e fundit. 17 pikë të Bailit. Payne depërton, e blokon. Opa, Chad Brown. Edhe e blokon edhe Drilon Hajrizi nuk lejon gjuajtjen dhe pjesa parë mbyllet me rezultat 32-48. Një dominim absolut i skuadrës mysafire, e cila ka realizuar nga 24 pikë në secilin qerek. Qereku i parë 24 me 15, qereku i dytë 24 me 17, Adrio Belli me 17 pikë më i mirit e Sigal Prishtina. Në anën tjetër, Jackery Payne me 12 pikë. Është më efikasi, megjithatë fantastik dhe fenomenal është Chad Brown, 9 pikë e 11 kërcime plus 3 asistime dhe një top i vjedhur pa humbur asnjë top. Pra mbret i pjesës së parë pa dyshim se ishte Chad Brown me 9 pikë e 11 kërcime. Shkojmë me pauzë e më pas kthehemi përsëri në palestrën e sporteve dhe të rinisë në Prishtinë, ku Sigal Prishtina i ka 32 pikë dhe Trepça 48.